Ish përfaqësuese e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, që aktualisht është rektore e Kolegjit Evropian në Brizh, është arrestuar sot në orët e hershme të mëngjesit në Belgjik, me dyshimin se është përfshirë në një skandal, në një manipulim të tenderit për blerjen e një ndërtese për nevojat të këtij kolegji. Po ashtu, sipas të njëjtave burime, është arrestuar edhe Stefano Stanino, një nëpunës i njohur në institucionet e BE-s, i cili momentalisht është drejtori i përgjithshëm në Komisionin Evropian, e më parë ka qenë edhe sekretari i përgjithshëm i shërbimit BE-s për diplomaci EEAS. Të dy këta, sipas dyshimeve, janë përfshirë në aferën e cila është në nënhetime të zyrës së prokurorit evropian, por edhe të zyrës kundër mashtrimeve të BE-s të quajtur OLAF. Nëse dëshmohet përfshirja e tyre në këtë skandal, është ky një ndër skandalet më të mëdha që ka përfshirë institucionet e Bashkimit Evropian. Përderisa zyrtarët e BE-s vetëm kanë konfirmuar se ka pasur hetime të policisë në ndërtesën e shërbimit të veprimit të jashtëm të BE-s dhe të Komisionit Evropian, nuk kanë dashur të japin hollësi rreth emrave të arrestuarve. Sipas procedurave, policia belge dhe hetuesit evropian kanë një afat prej 48 orësh për të marrë në pyetje ata që janë në paraburgim, e më pas gjykatësi do të vendosë për veprimet e mëtejme. Kolegji Evropian është një kolegj diplomatik me një renome të madhe ndërkombëtare, ndërkohë që përveç në Brizh të Belgjikës, tash ka edhe 2 seli, një në Poloni dhe një në Tiranë në Shqipëri, e cila është hapur para disa vitesh. Sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian, institucionet e BE-s janë duke bashkëpunuar në këtë rast me organet e rendit në Belgjik dhe me hetuesit evropian. Për këtë vënë nga Brukseli, Augustin Palokaj.